Hyrja e Dolces në shtëpinë e Grande Fratello ishte jo vetëm pompoz, por edhe mjaft provokim, duke ndizur me njëherë kurreshjen e publikut italian. Me të njëjtin neri të mediat e vendit fqin ka nisur të gërmojnë në të shkuarën e saj, duke sjellë në vëmendje detaje të panjohura më parë. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ndërkohë që publiku italian edhe shqiptare një prej kohësh lukun e saj karakteristik, bionde me flokë të shkurtër dhe stil të spikatur, e kaluara e Dolces tregon një pamje krejt tjetër nga ajo e sotmja. Së fundi mediat italiane kanë publikuar disa foto të rralla të vjetra të banorës, ku ajo shfaqet thuajse e pa identifikueshme me flokë të gjata dhe të zeza. Po ashtu mediat italiane kanë aluduar për lidhjet e saj të dashurisë, ku edhe kanë cikur se ajo është nën e një vajze, por që për këtë nuk kanë sjellur asnjë fakt.